Përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit që jeni këtu në një prag feste shumë të rëndësishëm për qytetin e Fierit edhe të gjithë bashkitë e tjera. Ju uroj gëzuar Pashkët dhe qofshin të bardha, me shëndet dhe begatim familjet tuaja. Ne jemi takuar shpesh kohët e fundit për shkak se kemi nisur tashmë një proces rienergjizimi të Partisë Socialiste. Kemi nisur takimet në çdo organizat bazë, në çdo këshill socialist. Kemi diskutuar, kemi bërë analizën e zgjedhje me një rezultat historik për sharkun e Fierit, po unë do të thoja edhe për të gjithë Shqipërinë. 12 deputet. Sot në sallë, Asambleja e Zgjeruar është përtej Asambleja e Zgjeruar të Bashkisë Fierit, pasi këtu ndodhet edhe Mallakastra, ndodhet edhe Roskoveci dhe Patosi. Dua t'ju falenderoj për punën e jashtëzakonshme që keni bërë në të gjitha bashkitë ku drejtoni këshillat socialiste, organizatat bazë. Ajo çka keni bërë gjatë zgjedhjeve të majit 2025 është ndoshta e papërsëritshme, ose ashtu siç unë e them gjithmonë, kemi një problem shumë të madh. Ai rezultat na ka vënë para një përgjegjësie, e cila do të jetë shumë e vështirë për ne që ta ruajmë atë rezultat, por unë shpresoj që do t'ja dalim gjithë bashkë. E gjitha kjo ka ardhur për shkak të disiplinës që e ka karakterizuar fushatën, por edhe jetën e partisë në qarkun e Fierit, të paktën 18 muajt e fundit, por mbi të gjitha një pakti që ne kemi bërë me njëri tjetrin. Ne kemi bërë një pakt për të hapur dyert e partisë, për të mirëpritur këdo, edhe ata që më përpara kanë votuar për parti të tjera, apo kanë pasur bindje të tjera, sepse çdo qytetar ka drejt të ndryshojë bindjet, përsa kohë këto bindje ndryshohen për shkak të rezultateve. Dhe përsa kohë qytetarët vendosen të votojnë Edi Ramën, Partinë Socialiste dhe skuadrën e deputetëve të qarkut Fierit, sepse punët që janë bërë dhe mundësitë për zhvillimin ekonomik apo dhe sigurinë e këtij vendi janë të tilla që i kanë ndryshuar mendimin, ne i japim mirëseardhjen atyre dhe patjetër kanë qenë dhe ata kontributor në numrin e jashtëzakonshëm të mandateve që ne kemi marrë, pra rreth 117.000. Në Fier, në qarkun e Fierit, është shënuar padyshim edhe një rekord tjetër, ai pjesëmarrjes së diasporës. Ky është një qark që nga viti 2021 deri në vitin 2025, ashtu siç gjithë pjesët e tjera të Shqipërisë kanë pasur një lëvizje demografike, e cila konsiston në lëvizjen migratore drejt kryeqytetit apo dhe atë emigratore drejt Italisë apo Greqisë, por sigurisht janë flukse që lëvizin, njerëz që shkojnë dhe që vinë. Megjithatë, numri i votuesve ishte më i vogël nga viti 2021, ndërkohë që votat që ne arritëm të marrim janë shumë më të larta. Për këtë sigurisht ka të bëjë me gjithë frymën e skuadrës këtu, që u aktivizuam të gjithë me vizitat që bëm në të dyja vendet fqinje, dhe dua të falenderoj kryetarët e bashkisë në këtë rast, pasi për diasporën ata kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm përveç koordinatorëve të diasporës që kemi pasur. Nuk do lë pa përmendur edhe Mallakastër. Një Mallakastër që pavarësisht pritshmërive, sigurisht të gjitha bashkitë kanë performuar si kurrë më parë, e tregon numri i votave, megjithatë Mallakastra ka arritur 73% fitoren e saj, duke vendosur një rekord të ri. Por ky rekord përkthehet në një përgjegjësi të madhe institucionale për gjithë ne. 12 deputet nga 9. Përgjegjësia bëhet më e madhe dhe padyshim edhe kritikat fillojnë dhe shtohen. Ndaj është detyrë e secilit prej nesh që me shumë përgjegjësi, me seriozitet, duke dëgjuar mbi të gjitha njerëzit, pasi siç e thot gjithmonë kryetari i partisë, çaja një hallin dhe kur nuk ja zgjedhni dot. Ky tur i energjizimit
të partisë, patjetër ka detyrat e lëna nga asambleja e fundit, që kanë të bëjnë me përmbushjen e kushteve statutore, duke nisur nga numri 10 i anëtarësisë aktive të çdo organizate bazë, tek zgjedhjet e reja që ne duhet bëjmë për sa i përket kryetarëve, bashkëkryetarëve, atyre të këshillave socialistë dhe gjithë procesin që do të vijojë deri në 35 vjetorin e partisë, që është 12 qershori, me përzgjedhjen e kryetarëve të Këshillit Socialist të Bashkisë. Por, nga ana tjetër, po shërben edhe si një tryezë e gjerë, diskutimi, bashkëbisedimi midis nesh dhe antarësisë, dhe mos harroni kur që antarësia e Partisë Socialiste është zëdhënësi më i mirë i Partisë Socialiste, por dhe i qeverisë shqiptare. Për këtë arsye, ne kemi biseduar bashkë, të gjithë kryetarët kanë marrë udhëzimet, kush janë ato tema që ne prekim, sepse dizinformimi, fatkeqësisht, shpesh herë mbulon të gjithë punën dhe të gjithë kontributin e secilit prej jush, duke nisur nga pushteti vendor dhe duke përfunduar tek qeveria. Në këto 12 vite, 13 tashmë, qeveria shqiptare ka prodhuar një produkt përveç rritjes ekonomike, stabilitetit ekonomik, ndryshimit thelbësor në sistemin arsimor, në atë shëndetësor, ndryshimit thelbësor në modernizimin e infrastrukturës të energjisë, ka arritur dhe një produkt tjetër që shpesh e harrojmë. Kjo qeveri ka prodhuar stabilitet politik, që është produkti më i çmuar që ne kemi sot. Ky stabilitet politik, i krijuar me detajet e me shumë mund nga kryeministri Rama dhe nga qeveria shqiptare dhe nga gjithë ju këtu, padyshim është gjithmonë në rrezik, kur nga ana tjetër forcat e tjera politike krijojnë një destabilitet të inskenuar. Flasim për imazhin e Shqipërisë, e cila ndikon me njëherë një sektor i cili është i ri, por ka filluar të konsolidohet, që është turizmi. Ai stabilitet politik, i cili kontribon në ekonominë, në sigurinë e vendit tonë, kontribon në turizëm, në ekonomi dhe kudo, është produkti më i rëndësishëm që ne kemi prodhuar, duke e kthyer Shqipërinë madje si një nga vendet më të rëndësishme edhe për stabilitetin e rajonit. Ndaj komunikimi publik që ne kemi nisur, me një titull shumë të rëndësishëm, të thjesht, por që thot gjithçka, punët e Shqipërisë, është detyrë e deputetëve, është detyrë e kryetarëve të Këshillave Socialiste, por është detyrë e çdo socialisti. Pasi punët e mira nuk mund të mbulohen nga bashkë. Po ja kaloj fjalën me shumë kënaqësi kryetarit Partisë Socialiste. Shumë faleminderit për praninë, për mikpritjen, për gjitha. Besoj që